Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të grupit numër 1 apo kristalit jeshil të dashur dhe të shohim se çfarë mesazhi të marrim sot për ju. Të shohim. Po e ngrej kështu që të shikoni edhe ju dhe po filloj me letra C. Duke marrë si letër më të madhe, po e filloj me të 10-ën, apo një përshkrim kështu të shkurtër për çfarë thotë leximi për ju, çfarë mesazhesh apo çfarë mësimi mund të merrni kësaj radhe. Aktualisht jeni në një fazë kur zemra juaj është e mbushur apo një ndjesi e tillë, ndjenje të forta për dashuri, për jetën, për sukseset, për çfarëdo sikur që jeni duke bërë dhe është një ndjesi sikur po ja dal, apo më në fund jam duke u ndjer i plotësuar emocionalisht. Absolutisht mund të jesh duke jetuar një moment ku po ndjen gëzimet, sukseset, pranueshmërinë, jeni në marrëdhënie që të jep shumë ndjenjë sigurie e kështu me radhë. Aurora si letër thotë jeni vërtet duke fluturuar, tregon në pasqyrimin e vetë letrës, duke fluturuar kogja lartë, por për dikë është paksa kërcënim. Kur them kërcënim është ka xhelozi, absolutisht nuk janë duke përballuar mirë, kur ka njerëz të tillë që fjala vërtet, grupi numër 1, ka njerëz që nuk e përballojnë suksesin e dikujt apo kur ecën përpara. Disa mund të ndjehen të kërcënuar, të xhelozuar, apo të largohen nga ti, jo sepse ti ke bërë diçka gabim, ka shityre absolutisht, por sepse je duke shkëlqyer. Por kjo nuk do të thotë që duhet të tërhiqeni dhe absolutisht mos u zvoglo, ta them se zakonisht bëhemi sikur nuk i themi me zë fort gjërat kur kemi sukses, të mos të ndihet tjetri keq. Dhe shpatës të dashur që është pastaj kjo këtu, dikush vërtet është duke u sjellë në mënyrë të dyfisht, ta them, është duke të qeshur përpara dhe të përgojon pas, ta them kështu. Mund të jetë dikush afër që të jep një ndjesi jo të pastër dhe ju mbase e keni kuptuar apo një ndjer nga energjia e këtij personi. Por kjo letër ju thotë mos lejoni askënd të manipulojë mendimet e juaja të dashur grupi numër 1, nga që vendimet e tua apo me vendimet e tua me fjalë të bukura, nga që do mundohet në një farë mënyrë t'ju manipulojë. 5 të monedhës që është këtu, shikoni është një person i ulur paksa me kokë poshtë, që tregon në fakt sado që jeni munduar të mos ndikoheni nga personat përreth, nga xhelozia, ju ka bërë të ndiheni sikur të refuzuar, sikur të lënduar, ose edhe të humbisni, ta them, atë besimin të dashur në njerëzit në përgjithësi. Por kjo nuk është fundi të dashur grupi numër 1. Është një moment që të fton të kërkosh ndihmën nëse ka nevojë nga njerëzit që i ke vërtet dhe i ndjen të afërt, të kujtosh gjithmonë që ka një derë që mund të hapet në çfarëdo lloj errësire. Kur zhgënjehemi në përgjithësi në jetë, duam të flasim me dikë dhe t'i themi ti. Dhe kjo është ajo lloj ndihme që duhet ta kërkosh, mos s'ke nevojë ta përballosh vetëm. Dhe çfarëdo që është mund të jetë zhgërim nga e kaluar dhe tani jeni duke bërë vërtet jeni në një apo së shpejti do ndjeni sikur jeni duke fluturuar nga gjitha përmbushjet që do arrini. Tani kur e shikoj 9-ën të dashur, 9-a është 9 monedhës nga 5, do të thotë një gjë e kaluar absolutisht, dhe siç thash është koha për të mbështetur tek vetja dhe vetëm tek ata që vërtet merrni një energji apo përkrahje, ke mundësi të ndërtosh një stabilitet që nuk varet më nga miratimi i të tjerëve apo nga dashëmërsia false, siç është kjo, apo nga frika se do mbeteni vetëm të dashur grupi numër 1. Do thotë jeni gati apo të jeni gati të ndërtoni veten, të investosh tek vlera jote dhe të jetosh me dinitet, me bollëk dhe
pavarësi që tregon ose jeni këtu të dashur grupi numër 1, ose së shpejti pas një mungesë burimesh, pas një mungesë emocionale, zhgënjim, tradhti, çfarëdo që të jetë, do mund apo do arrini të heqni të gjitha maskat nga njerëzit që janë hequr si miq të juaj dhe në fund të arrini aty ku ata që ju duan do gëzohen për suksesin e juaj, ata që nuk ju duan, le të mendojnë apo ndjejnë çfarë të duan vetë. Është më rëndësi si jemi ne.